Vazhdojmë me pjesën e dytë nga pjesa e Gutenbergut. Dhe pam të pjesë të elementet e pjesës së parë që ishin më shumë për tekste. Tash i kena këto elementet e pjesës së dytë, që janë domethënë image-et e mediave. Do kena për shembull me shtu vetëm një image, një fotografi, edhe mund ta shtojmë për shembull direkt prej këtu. Ja pra. Pastaj kena me shtu galleri, me shtu më shumë se një fotografi. Për shembull ishin të reja këtu. Edhe ja, dhe më thënë ku është një galeri, ta është më thënë këtu dhe më thënë tek struktura, këtu dhe më thënë kjo është struktura e rënditja të si rëndit në elementet, ta është më thënë të e kina butonin galeri, zakonisht është mirë që ta përdojnë zakonisht më shpesh të strukturën, sepse prej këtu e shikon një rënditje në hierarkisë të elementeve. Kur e klikon pjesën e galeri, do kina mundësi me i bo më shumë kolona, me 2, me 1, me 3, si duken fotografi, full size, random, mund t'i bëjmë crop, ose t'i lejmë katror të gjitha, square, standard, portrait, classic, white, edhe original i lejmë më mirë, edhe këtu kena mundësi mi vendos background kësaj, edhe me i bo border, e kështu me radhë. Pas kësaj kthehena përsëri tek elementet, kena mundësi me shtu audio, nëse kena audio, ose nëse mund ta vendosim direkt për një linku, kena opcionin me shtu cover, kjo është me thënë me shtu një fotografi si cover, edhe me shkrujt të diçka për shembull dhe një call to action, kom ose best fast food in town. Kështu diçka, edhe tek rënditja e kena coveri, edhe këtu kena mundësi tash coverit me i dhënë domethënë edhe disa gjëra tjera. Tek style kena mundësi që kolorin ta lejmë gjyrë qeshit të gjelbër, edhe opacity në kësaj ta lejmë me një gjyrë kështu, t'ja humbim atme. Gjyrën e opacity mund ta lejmë gjelbër, ose ta ndryshojmë. Ja pra. E kështu me radhë. Kena përsëri tek elementet, kena për me shtu file, me shtu media text, edhe me shtu video. Videot nëse mund t'i shtojmë nëse kena prej librarisë tonë ose prej YouTube. Për shembull nëse him tek YouTube edhe marrim një video, për shembull dhe e marr këtë video këtu, edhe do e shtoj domethënë direkt këtu tek insert from URL, edhe ja domethënë tash ku del videoja direkt në faqen tonë. Pastaj kena këto pjesa tjera, akordion. Akordion domethënë janë pjesë që ne mund t'i vendosim për pyetje dhe përgjigje. Akordion item, që nëse e klikim kjo hapët, edhe këtu mund të shkruajmë për shembull hello. Nëse e klikim këto, kjo mbyllet tash. Ja, pra, hapet dhe mbyll. Edhe pas kësaj çfarë kena tjetër, e kena pjesën e buttons, me shtu butona. Tjetër e kena pjesën e kolonave, shumë me ndajt një dimenzion ose një page
disa kolona, për shembull ndajmë në 3 kolona, edhe këtu i ka 1, 2, 3. Për shembull te kolona e parë e vendosim për shembull një image, te kolona e dytë e vendosim një image tjetër, edhe te kolona e tretë e vendosim një image tjetër. Ja, pra, kjo është si ndahet në kolona. Pastaj kena pjesën e grupit, me i bë grup dhe më thëmë blokat, ato elementet, edhe këtu mund të shtojmë fotografi, e kena pjesën e row, rreshtave, njëjtë si kolonat edhe rreshtat janë, kena stekun, e kena pjesën e gridit, kjo është gridi me shtu elemente nëse kena shumë a shumë elemente, mirë po këto ma shumë do fokuson atë tek elementari, po vetëm do t'i dini si opcione, sepse zakonisht nuk është që do i hinë në punë kjo shumë, pjesa e Gutenbergut pak më rrallë mund të punoni, tash në varet se cili ka atë dëshirën e vete, mirë po zakonisht preferohet më shumë të punojsh me elementar. Spacer, çka është spacer është hapësirë që i lën hapësirë mes elementeve. Mund ta bësh sa dush më atë këtë. Pastaj kena pjesën e arkives, me shtu postimet, kalendar, me shtu kalendar, terms list, kategori list, kategorijet e blogjeve me shtu, latest comments, komentet e fundit me i vendos, latest post, postimet e fundit, search, me vendos këtë butonin për search, social icons, me vendos rrjetet sociale, për shembull e vendosim WordPressin, rrjet social tjetër e vendosim për shembull Facebookun, edhe Instagramin, e në thënë se për këtë rrjeteve sociale, pastaj tjetër çfarë kena, tag cloudin, kena pjesën e site logos, site title, navigation, është me vendos menujen, çfarë kena tjetër, avatar, është ajo ikona e avatarit, author naming, datën, tjetër kategoria, t'i vendosëm, previews ose next post, ato postimet që janë next dhe previews, read the time, sa minuta zgjat ki postim, login forma, tjetër çfarë ka diçka, archive title, pastaj mund vendosim direkt YouTube-n edhe këto pjesë të tjera, edhe me vendos template direkt. Po dhe me thënë janë disa prej elementeve që i ka Gutenbergu, edhe nëse i shikojmë tash, edhe ja dhe me thënë të si duken të që i vendosim sa për test, të dhe me thënë janë tash elementet e Gutenbergut gjitha. Tash çka do bëjmë? Do e vendosim një page të ri, mirë po do e vendosim me template gatshëm. Edhe e vendosim të për shembull emrin new page, edhe tu tash kjo opcionet e kena me shtu dhe me thënë elemente, mirë po ne i themi që marrim diçka të gatshme, edhe i themi na duhet pages, na duhet një page i gatshëm, e çfarë ka të gatshme do ta shikojmë, ose ai nisim pjesë nisi, për shembull na duhet si fillim na duhet headeri i lart, edhe ta zgjedhim një header. Për shembull, më pëlqen ky headeri këtu. Okej, super.
Tash na duhet, poshtë headerit na duhet ajo hero section quhet, starter contenti. Mendoj që ta marr këtë. Okej, super. Tash më duhet poshtë kësaj, më duhet serviset. Ku ka servise, ja pra. Për shembull, më duhen kjo këtu. Kjo është shumë e mirë, ja pra. Poshtë servises na duhet kush jena ne, about. Na duhet kjo këtu meet our team. Super. Poshtë kësaj na duhet për shembull portfolio, projektet tona që i kena. Çfarë mund marrim për portfolio, ne marrim të. Poshtë kësaj e kena testimonials, njerëzit që flasin për ne, ja pra. Edhe në fund të zgjedhim një footer, ose një call to action para footerit, një call to action që i themi, ok, në tash na kontakto. Për shembull kjo këtu, kjo është footer call to action. Edhe i themi një footer për me përmbyll komplet këtë, cilën ta zgjedhim, hop, mendoj ta zgjedhim këtë, është pak më kompakte. Ja pra. Edhe e bëjmë publish. E bëjmë publish, edhe ta shifni ta shpejt njëri që e krijuam për disa sekonda me 18 gatshëm. Edhe ja. Tash do të thonë do shtoj një imi gjigant. Është hero section, our services, meet our team, testimonials edhe futeri. Tash ti për shembull tu mund t'ja ndryshosh logon, e vendos logon këtë. Edhe e zgjeran më shumë. Për shembull tek our team i vendos domethënë fotografi të ndryshme, ose edhe e vendos një fotografi timën, për shembull i lirë. Jetë edhe kjo, e vendos të, njëjtë edhe këtu, për shembull i vendos ekipën që e ke, edhe këtu mund të ta zgjedhësh edhe ti një fotografi tjetër, replace, e vendos edhe këtu, edhe e bën save, të e kena view page, edhe ja do të tash u bë një dizajn pak më ndryshe, our team me fotografi të mira, kjo edhe futeri. Kjo do të thënë sa i përket vendosjes së elementeve të gatshme tek patterns, që i ka dhe më thënë Gutenbergu vetë, e që ne dhe më thënë tash këta mund t'i editojmë. Është më thënë kënë nëse selektojmë këtu, tash për shemë këtu mund t'a vendosësh e më një lirë. Okej. Për shemë mund t'a ndryshesh të lexo më shumë. Për shemë thënë ti mund bësh ndryshime sa të duash. Në kishë se i përket tash ti të kryosh një website me Gutenberg, gatshme me këto pjesët që i ka vetë elementari. Më falë, që i ka vetë WordPress-i. Edhe tash nëse dëshiron mund të shtosh diçka për elementeve, nëse të mungon diçka, mund të shtosh për shembull, po nëse dëshiron të shtosh diçka që ti e ke tek website-i jot, për shembull search-in, shton këtu diku. Edhe mund të vendosësh gjëra tjera tash ekstra tek website-i jot. E gjitha këto, domethënë janë gjitha falas. Nëse normal ti ke një website shumë aktivisht, një portal ose një portfolio shumë shumë të thjesht, s'ka nevojë të blesh diçka, thjesht e përdor këtë që e ka vetë Gutenbergu, edhe domethënë e ke të gatshme, kështu që mund ta përdorësh pastaj sa herë të duash. Kjo domethënë është sa i përket Gutenbergut, që i marrëm domethënë edhe pjesën e elementeve të gatshme, për shembull tek homepage-i, mund ta bëjmë direkt edit për këtu. Kishim edhe Gutenbergun.
Ok, shkëm brapa, edhe shkëm edhe njerë, pa më dhe më thënë këtë front page në që ishte kjo këtu. Kjo ishte uh, page i ri, new page, ja pra. Tash kësa new page-it mund t'i themi edhe, për shembull, nëse shkrim tek pages, i themi new page edit, dhe tash kena mundësi të më thënë tu tash anën e majt, anën e gjatë lart, kena mundësi tash dhe më thënë me ndryshu këtë pjesën e strukturës që kjo lart mos na dale, e, tek tre pikat, nëse e ka këtë pjesën këtu, appearance, jo këtu, kjo i ka, teres, më thënë këtë lart të largojmë, templatein, change template, edhe zgjedhim dhe më thënë njërën për këtyre templateave, page no title, e zgjedhim këtë. E po kjo do t'jetë, do t'ja largojmë dhe më thënë. Këtë lartë, ja. është do t'a majmë vetëm një menu. Këtë menu në lartë do t'a largojmë, që t'a lejmë këtë të zezën vetëm. Edhe këtë kthejnë mbrapa edhe njerë. Dhe me thënë, pjesa e templates, show template, e zgjedhim këtë. Këtë lartë do t'a largojmë. Se nga kena dy template, këti hedera, është njërën do t'a largojmë. Edhe në fund do me duke se kena dy footer. Ja, pra njërën do, kjo është dhe me thënë e vetë thimit, këtë do t'a largojmë. Do t'a largojmë si element, e gjejmë këtu, edhe e bëjmë delete. E bëjmë save, edhe ja tash, do në tash e kena dhe më thënë menu në gachme, lartë. Ja, pra tash në du një website i thjesht, komplet, dhe më thënë një website i gatshëm me Gutenberg. Ja, pra. Tash edhe footerin e kena shumë në rregull, i kena gjitha këto në rregull, që tash dhe më thënë u kri, u kompletu me sukses kjo pjesë. Edhe menuja punon, ja, pra. Okej. Kjo është dhe më thënë se e përket pjesës së Gutenbergut, tek pjesa e dytë, tash dhe më thënë për detyrë e keni që edhe ju ta bëni një web faqe si kjo që e bëra unë tash me templatat e gatshme. Dhe më thënë, me templatat e gatshme që i pam dhe më thënë prej kjo ana këtu tek patterns. Edhe të zgjidhin pjesë, dhe më thënë që ta bëni edhe ju njëjtë si e kumbo edhe unë. Dhe nuk është patjetër të jetë e njëjta me këtë stil, ju zgjidhni vetë dëshirat e tua që i keni, edhe duhet ta bëni këtë pjesë, sepse është pjesë e projektit ti trajnimi që, në më thënë, këto janë detyrat që unë ju jap, që ti bëni edhe që ta merrni certifikatën. Andaj, dhe më thënë, tash e keni për detyrë ta bëni këtë pjesë nga Gutenbergu, që ta kryjmë me Gutenbergun edhe pastaj fillim me tema tjera që na presin, edhe për paqartësi ose diçka shkruani në grup në WhatsApp. Andaj unë do ju shkruaj edhe në WhatsApp për pjesën e kësaj si task. Shihemi në videon e radhës.